Jam shumë I entuziazmuar, njëkohësisht edhe I gëzuar, që më jepet mundësia të flas për një perlë të besimit tonë kristian ortodoks, për kishën e Shëngjërgjit, një vepër monumentale, shpirtërore, historike, patriotike, kombëtare. Kjo kishë së bashku me burimin jetë dhënës, përbën perlat e vërteta të besimit kristian, jo vetëm në qytetin e Goxhës, por në mbar Shqipërinë. Vlera të rradha monumentale, arkitektonike dhe pasqyrojnë më së miri traditën e vjetër të parëve tanë, besimin që kishin ata në Zoti, për të prapur këtë besim, popullit ju desh edhe ndërtesa ati ku të mlidheshin, të dëgjonin mrekullisht fjalën e Perëndisë dhe të prapnin besimin gjatë gjithë kohës së tyre. Kam shumë materiale të shkruara dhe të pashkruara që përbëjnë në themel e curinë e kësaj kishe të shenjtë. Pikërisht këtë vit mbushen 60 vjet që është harruar nga pamja vizuale, sepse forcat e erta bën të sajnë shkatruan një monument me vlera jashtëzakonisht të ralla. Por para se të vi tek ajo ditë, duhet të them që dashuria, besimi që kishin tek Zoti besimtarët dhe si rezultat I rilindjes që pafrynte në Evropë, vendi ynë ishte I pushtuar nga otomanët dhe për nevojat e ngutshme për zhvillimin që po merrte qyteti I Korçës, u desh të ndërtoj një kishë dinjitoze, jo se ishte e vetme, por kishte edhe disa kisha tjera. Dhe në këtë mënyrë ju kërkua portës së lartë një leje, e cila e dha miratimin. Si të thuash, protagonistët e parë kanë qenë zanaçinjtë, tregëtarët, filantropët, evergjetët që për mrekulli të Zotit, vetëm në qytetin e Korçës kishte më se 80% të tyre në mbar Shqipërinë që jepnin kontribute të çmuara jo vetëm në jetën shpirtërore, por edhe në jetën sociale, ekonomike, politike dhe me radhë. Një nga ta ka qenë edhe Anastas Lakçi Avramidi, I cili ishte një nga tregëtarët më të shquar të qytetit dhe jetën e kaloi në mërgim, kryesisht në Romani, në Rusi dhe merrej me tregtinë e alkoolit. Dhe kursente edhe si të thuash që ndarkën e fundit për të kontribuar në ndërtimin e kësaj kishe të shenjtë. Së bashku me të u bashkua dhe paria korçare, si që thash edhe tregëtarët dhe zanaçinjtë, edhe morën një sasi të konsiderueshme parash, të cilën e vënë në funksion. Filloi ndërtimi rreth mesit të shekullit të 18 dhe për këtë u desh një punë e madhe, sepse dhe vështirësitë e asaj kohe ishin të mëdha. Mirë po, u mblodhën ustallarët, arkitektët më të mirë të kohës dhe vendosin që ta bënin me një gur të latuar, të gëdhendur, siç e quajmë neve në qytetin e Korçës, ustallar nga më të mirët, nga zona e Polenës, e Vidhkuqit, e Progrit, bile dhe më gjerë, dhe filluan që në përmat demet, ku ishte ky guri, të latonin e të grumbullonin sasinë e saktuar. Filluan punimet për mrekulli, të gjithë njerëzit ishin të entuziazmuar, dhe kur punimet arritën gati për të përfunduar dhe çatinë, vjen një urdhër nga porta e lartë që të ndalojnë punimet.
sepse krishterët e Korçës po ndërtonin një kala të madhe për të na luftuar. Dhe këto punime u ndërprenë për një periudhë kohore jo të shkurtër, por shumë të gjatë, për gati 38 vjet. Atëre, nga kërkesat e shumta që u bën në portës së lartë, një delegacion i tyre erdhi në Korçë në vitin 1904 dhe panë që çdo gjë ishte në rregull. Ajo nuk ishte kala për të luftuar poshtuesit, por ishte një kishë e përmasave më të mëdha se ato të tjerat. Mbasi u qetësua gjendja, ata dhanë lejimin dhe kisha është përuruar, është shenjtëruar në vitin 1905 në kohën e Gjon Turqive të rinj, siç i quajnë historia e asaj kohe. Në përurimin e kësaj kishe kanë marrë pjesë udhëheqësit e kohës, kanë marrë pjesë të gjithë klerikët dhe ishte një entuziazëm i madh se një kishë bashkëkohore po i bashkoi këtij vendi të shumë vuajtur, të pushtuar, dhe ishte edhe pragu i lëvizjes kombëtare dhe për një periudhë 7-8 vjeçare vendi fitoi pavarësinë edhe liria e besimit tani ishte kudo. Në qoftë se do të përjesim për vazhdimsinë, kjo kishë u kthye jo vetëm një vend i bekuar dhe i lavdëruar për besimtarët ortodoksë, por ishte një atraksion turistik. Ishte në vendin më të mirë, ishte në qendër të qytetit, ku rrugët kombëtare dhe ndërkombëtare ndërthurreshin me njëra tjetrën. Korça lidhej në atë kohë me Selanikun, me Bitolën, dhe pazari i Korçës ishte një qendër shumë e rëndësishme. Dhe njerëzit që vinin për të bërë pazar, zakonisht ditët e shtunave, ktheheshin dhe në këtë kishë, faleshin, luteshin, edhe nga ana ekonomike, kjo kishë u forcua shumë mirë. Me qenë se më përmendte pozitën geografike që ndodhet kisha e Shëngjërgjit, mund t'ju them fare mirë se në atë kohë çdo kishë kishte autonominë e saj të brendshme, kishte epitropinë që organizoi dhe drejtoi, kishte vorrezat e saj, të cilat ndodheshin në pjesën veriore të kishës, aty ku sot ngrihen pallatet deri në banka kombëtare. Nga ana tjetër lidhej me pazarin dhe rrugët që lidhin Kolonjën, Greqinë dhe Tiranën. Njëkohësisht ishte edhe rruga për në Maqedoninë e Veriut apo në Jugosllavinë e asaj kohe. Të gjitha këto përbënin një pikë lidhjeje ku takoheshin jo vetëm besimtarët, po takoheshin edhe besime të ndryshme, takoheshin edhe njerëz dhe krenoheshin për ata çka u dilte përpara kjo pamje madhështore. Dhe do të them se ndërtesa ishte shumë e bukur, i kishte të gjithë parametrat liturgjike, ishte i pajisur më së miri, ndërtesa ishte shumë e fortë me këto gurë radhor, njëra mbi tjetrin dhe me kamanari edhe me kupolë shumë të rëndësishme edhe të dykatëshe, por nga ana tjetër edhe xhamat ishin të ngjyrave të ndryshme. Të një brenda sikur duke me ndonjë shfaqje filmi, ishte e kuqja, ishte e verdha, ishte edhe bluja. Dhe këto përbënin, si të thuash, një bukuri të jashtëzakonshme. Ikonostasi i kishës ka qenë i ndërtuar krejt për mermeri edhe shtrije që nga baza e fundit deri lart në kupol. Ishte një mrekulli e vërtetë sepse pasqyroheshin dhe ikonat të rëndësishme ashtu siç janë të raditura sipas skemës përkatëse për jetën e Shëngjërgjit dhe të shpëtimtarit tonë Jezu Krisht e të shëmërisë. Jam bashkëkohës i asaj periudhe, e njoh shumë mirë, kam qenë shumë herë i pranishëm në ceremoni të ndryshme. Sepse kjo kishë është një kishë historike, me vlera të mëdha. Këtu që nga viti 1912, pa ndërtuar kisha e burimit të Dhenës,
në udhëheqjen e Fanolit, i cili është fronëzuar këtu në këtë kishë, edhe kanë marrë pjesë edhe kryeministri e asaj kohe, ka marrë pjesë kryebashkiaku e asaj kohe, klerikë nga të gjithë vendet. Ishte një ceremoni solemne, ku edhe mësot Fanoli beri betimin e tij, dhe Jehona e këtij besimi e këtij përkushtimi beri që të hyjë në shërbesat e shenjta edhe ceremonia e lavdërimit të flamurit, ku iniciator ishte vetë Fanoli. Dhe që nga viti 1912 dhe deri në kohën kur regjimi beri të tij dhe mori masa dragoniane, duke e shpërfituar dhe duke hequr fare nga mendimi i njerëzve, ceremonitë për lartësimin e flamurit janë zhvilluar në këtë kishë. Merrte pjesë mitropoliti së bashku me klerikët dhe atje në mënyrë panegjerike, në praninë e autoriteteve më të rëndësishme, jo vetëm të qytetit, por në raste të veçanta edhe nga baza nga Tirana, vinin dhe merrin pjesë dhe luteshin dhe faleshin për fe dhe për ade. Këtë metodë e pason edhe sot tek kësaj dite kisha jonë ortodokse, lartësimin e flamurit, që bëj gjithmonë më 28 nëntor. Dhe do të them që në kohën që u ndërtua dhe kisha e burimit të Dhënës, kisha madhështore, kisha katedrale, në vitin 1935-36, mbas 10 vjet punimesh, këto kishin një lidhje të jashtëzakonshme. Bile kishte edhe një ndërthurje dhe, si të thuash, një karshildek njëra me tjetrën, se cila do ishte më bukur, cila do të ishte më mirë, cila do të frekuentoj më tepër, kush do të shtonte një pjesë të rëndësishme të nevojave të saj. Dhe për këtë, her pas here mitropoliti së bashku me klerikët zbrisin me këmbë nga kisha e burimit të Dhënës në kishën e Shëngjërgjit, dhe të gjithë populli shkonte me krenari lëvizjet e klerikëve që vishnin e vizitonin edhe jepnin mesazhin e besimit dhe të shpresës dhe të evangjelit të shpëtimtarit tonë Jesu Krisht. Për sa i përket dhe asaj që thash më lart, Fanoli u betua në këtë kishë, ishin prezente edhe 2 episkopë, ai u caktua edhe si nga ana, domethënë politike, si deputet i Korçës dhe si mitropolit i Durrësit. Vazhdoi veprimtaria e tij deri në vitin 1924 edhe si kryepiskop edhe si kryeministër, dhe pastaj ngjarjet historike të revolucionit të qershorit të vitit 1924 bënë që ai të largohej, edhe pastaj dështoi edhe revolucioni demokratiko përgjithësi atij viti. Këto e thash për histori, sepse neve më shumë na intereson jeta shpirtërore, na intereson më shumë vlerat e çmuara që ka lënë brezi para ardhës, edhe neve të mundohemi që këto vlera, këto amanetet të parëve tanë, ti çojmë deri në fund. Për fat të keq, kjo kishë madhështore, kur filloi lëvizja kundër besimeve vetare dhe zakoneve propanike, asnjërit nuk ja priste mendja që dora e zezë të godiste këtë objekt kaq të rëndësishëm, monumental. Historia ka qenë kështu. Qytetit i duhej një bibliotekë e madhe.
Dhe vendi më i përshtatshëm do ishte Shëngjërgji, pasi ishte bulevardi kryesor. Bile u ndërmor masa më përpara se të prishej Shëngjërgji, nga bulevardi Shëngjërgji që mbante kohën, atë emrin e kohës, sistemi ja hoqi emrin dhe e vuri bulevardi Lenin. Pra, ishte hapat e para që do të merrej një masë e tillë drastike drevaniane. Dhe filloi që të prishej. Këtu ka një histori të veçantë. Kisha nuk lëvizte nga vendi. U grumbulluan mjetet më të rënda të kohës, si eskavator, buldozier, traktor, pistoleta të ndryshme të minierave, dhe nuk mund të shkulnin dot ato gurë që kishin qëndisur ata njerëzit duarartët që ndërtuan dhe bën të pavdekshme. Janë lidhur me kavo nga të gjitha anët dhe ajo ndërtesa jepej sa nga njëra anë, sa nga një tjetër, dukej sikur do të binte dhe përsëri vinte në vend. Çfarë kishin thotur brenda? Teknologjia e asaj kohe kishin bërë që gurët të lidheshin midis tyre me një ekur brenda, edhe në vendet që mbështetej hapnin një vrimë, edhe ato ishin të mbushura me plumb. Në këtë mënyrë ishte bërë një trup i vetëm dhe si një tërmet që godiste 8 apo 9 ballë dhe ndërtesa i jepej gati deri në fund, ajo kthej përsëri në vend. Një material i çuditshëm që bëri përshtypje në gjithë Shqipërinë. Bile thonë se dhe diktatori kishte hequr vërejtje pse u bë një masakër e tillë, pse u prish, dhe i ka hequr vërejtje dhe atyre personaliteteve që nuk u shkatruan vetëm qytetin, por edhe shumë ndërtesa të tjera të çmuara me vlera jashtëzakonisht, ku një nga to ishte edhe Kinema Morava, një vepër monumentale për gjithë qytetin, për lëvizjen artistike të këtij vendi. Më kujtohet shumë mirë kur kryepiskopi Anastas ka ardhur për herë të parë në vitin 1991 si eksark në vizitën që bëri në qytetin e Korçës në korrik të atij viti, kërkoi disa materiale fotografish për të parë pikat më kryesore, më të dukura, ato që bënin efekt edhe në pamjen e secilit. Edhe besimtarë të ndryshme i dhuruan atij shumë fotografi. Edhe kurioziteti i tij ishte ku janë këto ndërtesa, çfarë janë bërë, një pjesë për tyre i thanë janë prishur, një pjesë e ka ndruar destinacionin, edhe ai përgjigjet e thotë: pse nuk thoni që pas keni vrarë veten me dorën tuaj? Pra, u bë një masakër e madhe me ato kisha që, siç e thashë, vala shkatruese filloi me Shëngjërgjin përpara se të mbylleshin, filloi me kishën e Shëmërisë, filloi edhe me kishën e komunitetit vllak Shënsotirin. Ato u shkatruan plotësisht, edhe ndërto u vendosën në rastin e Shëngjërgjit u ndërtua biblioteka, që kur u mbyll dhe derisa u prish shërbete si qendër e atelijes të monumenteve të kulturës. Në një vend tjetër u prish edhe u vendos që të bëj kinema, në një vend tjetër u vendos që të bëj repart, dhe të gjitha këto morën destinacione të ndryshme. Mirë po, si ndërtesa jo prish, por në mendjen e njerëzve, ajo mbetet edhe sot si një, si thuash, si një fener ndriçues. Mbetet një vend pelegrinazhi, ku njerëzit shkojnë përpara, edhe falen, edhe luten, edhe me besim tek Zoti, kanë shpresë se një ditë kjo kishte do të kthehet në parametrat e duhura
ashtu si që ka qenë më përpara. Besimi tek Zoti edhe e drejta e Perëndisë me siguri që do të triumfojë. Prandaj neve kemi besim që këto histori, këto zhvillime, këto vuajtje të ndërthurura në jetën tonë, t'jo transmetojmë brezave të ardhshëm, sepse e tillë do të jetë edhe besimi ynë tek fëmijët tanë. Dhe kam edhe një, si thuash, një porosi, apo një thirrje, me qenë se neve sot përkojmë me zhvillimin e censit, që njerëzve u kërkohet të pohojnë besimin e tyre, edhe të gjithë ato pyetësorët e tjerë, shiko se çfarë kanë bërë të parë tanë, si janë munduar, si kanë mbledhur të ardhurat financiare, si kanë vojtur me lutje për të nxjerrë lejë, si janë përndjekur edhe kanë arritur që të ndërtojnë këto vepra monumentale. Neve sot nuk na kërkohet asgjë, vese të shprehim me dëshirën tonë, me atë që na thret brenda shpirtit, që të jemi të krishterë ortodoks. Dhe disa prej nesh hezitojnë, disa prej nesh kanë kaluar jo në besime të tjera, por në ateizëm, dhe lenë zbrazët shpirtin e tyre atë gen që nuk mund të tjetërsohet kur. Ortodoksia, besimi ynë i vërtet, ka qenë, është dhe do të jetë. Korça mbetet një qytet i traditës, vatër e besimit kristian ortodoks. Këtu është ndërthurur shumë mirë qytetaria me besimin, dhe rrezet e kësaj tradite janë përhapur jo vetëm në qytetet e tjera të Shqipërisë, por edhe më gjerë, edhe në Amerikë, edhe në Australi, edhe në Egjipt, edhe në Rumani, edhe në gjithë kolonitë shqiptare. Dhe pikërisht ishte ky besim që kemi arritur deri këtu. Pavarësisht se ndodhi ajo që nuk duhet të ndodhte, Perëndia nuk na braktisi. Dhe pikërisht atë që ka thënë Perëndia e materializoi i dërguari i Perëndisë në kishën tonë të shkatëruar, jem Zot Anastasi. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού για την εξαιρετική αυτή μέρα που μας χαρίζει. Le të jetë i bekuar emri i Zotit për të ditë të shënuar që na caktoi. Një figurë e nderuar e kam theksuar poliedrike. Një figurë shumë e zgjuar me aftësinë e mendimit të shprehjes dhe të fjalës, i cili fjalën nga veprat
e bën realitet. E kam theksuar dhe në fillim dhe do të theksoj. Unë te kryepiskopi kam parë shumë cilësi të ralla. Dhe kjo nuk është vetëm mendimi im, por neve jetojmë midis besimtarësh, midis jo besimtarësh, edhe kur vjen puna që të diskutojmë për lullëzimin, ecjen dhe përparimin, padyshim që meritën kryesore dhe vëvullën kryesore e pojnë edhe ata vetë e ka im Zot Anastasi. Dhe këto do të bëhen në realitet dhe i kishte, si të thuash, në fjalimin e tij një borxh qytetit besimtar të Korçës, duke u njohur dhe me historinë dhe të kaluarën e këtij qyteti, dhe premtoi se këtu do të ndërtojë një kishë e rëndësishme si rezultat i këtyre kishave që kanë shkatëruar për popullin besimtar të shumë vuajtur, që nuk e harrovi për asnjë çast besimin, por në mënyrë të fshehtë dhe të vazhdueshme, ata ishin gjithmonë me mendje dhe me zemër se kjo ishte një ëndër e keqe dhe shumë shpejt do të vinte koha që fjala e Perëndisë në zemrat tona të ngulitej përsëri. Dhe sot shikojmë dhe në kjo kishë që po flasim, është realitet një vepër e madhe me rëndësishmja, ku epiqendra e gjithë vizitorëve tuaj, padyshim është katedralja Ngjallja e Krishtit, të cilën kryepiskopi e pati një pikë të dobët dhe e bëri realitet. Në vazhdim të kësaj, edhe im Zot Johani, duke parë ato cilësitë dhe udhëzimet për hapjen, për ngritjen, për rikthimin në identitet të kishave të tjera, mori një iniciativë me gjithë qytetarët, me gjithë biznesin, që kishën e burimit të Dhenës ta kthejmë në identitet të plot. Ajo ka mëse 2-3 vjet që ka filluar, punimet për lavdi të Perëndisë po shkojnë shumë më mirë. Tekniku që drejton punimet është i dhenë dita e natës Gjimi Kundakshi, dhe punëtorët specialistë duarartë po bën një punë mbresëlense. Shumë njerëz kanë interes kur do të mbarojë, padorimi është i madh, por në këto situata për të kthyer një kishë në identitet, do duhet shumë më tepër kohë se sa ta fillosh një kishë nga e para. Dhe për këtë shumë veta shikojnë ku është rangu i punimeve, çfarë është bërë, çfarë duhet bërë, dhe nuk më të le pa përmendur edhe shumë donatorë që nuk duan të përmenden me emër, kanë dhënë donacione dhe fonde nga vetja e tyre, që kjo kishë të zerë vendin e lavdisë, vendin e besimit, që besimtarët jenë të plotë, të shkojnë ku të duan, të falen dhe të luten, sepse të jenë krijuar dhe u janë krijuar kushte shumë të përshtatshme për të ndjekur liturgjinë hynore dhe gjithë misteret e tjera që përfshin kisha jonë. Nder dhe lavdi kryepiskopit, Perëndia t'i jap ditë të mëdha, ditë të gjata dhe të mira, sepse kjo është për lavdi të Perëndisë dhe emri i tij do të mbetet në jetë jetëve.